Mirëmëngjes, sot do vazhdojmë të flasim për legalizimet, do shohim pse ose si vepruan ato tre arsyet që ne dham për të shtrirjen e një procesi që ka kaluar çdo përmas logjike. Ne thamë që për së pari, shtysa e parë për këtë situatë të papranueshme ku nga 20.000 ndërtime informale që duheshin mbyllur në 2008, më falni, në 1998, arritëm në mbi 600.000 ndërtesa informale, ishte për së pari, por më pak e rëndësishmja, ishte korrupsioni i vogël i zyrtarëve që merreshin me çështjet e legalizimit. Që në fakt nuk ishte edhe aq i vogël, sepse ishte sikurse në çdo fushë tjetër, ju e dini njësoj si unë mos më mirë, që një zyrtar i vogël që ka kontakt direkt me njeriu që në këtë rast do legalizoj pronën e vet, merr ca para, të cilat pastaj pjesë ja delegon e provave më lart deri në derisa lart nuk e dim, duhet rast pas rasti ta shikoj gjykata, por në si filozofi, si mendim dhe si proces, ky ka qenë. Së dyti ishte nevoja e kastës përpara, më falni, për vota, kastës së lartë politike. Edhe para xhanën, po më së shumti vota. Edhe çfarë bëri? Bëri që legjislacioni i fundit, se thamë kishte një legjislacion në 98-ën shumë parcial, kishte atë të Partisë Socialiste në 2004 dhe për viti 2006 do të shënonte edhe ligjin e fundit në kuptimin tërësor, se pastaj atij ligji ne e thamë e përsërisim ju bën 12 herë ndryshime. Pra praktikisht ne kemi 13 ligje, nga të cilët 12 ndryshojnë ligjin e parë. Dhe si veproi kjo në rritjen e numrit, duke u mbushur mendjen njerëzve që s'ka problem të ndërtosh pa leje, sepse nëse viti 2006 vënte një kufi kohor për 6 muajsh, pasi mbaronte vendoste një specifik që do të vetë deklarohen, pra do të futen në procesin e legalizimit në filan datë, lejonte ose mendoj se do shtyhej deri në 6 muaj si proces dhe ishte normal, mund të ndodhte, e ka bërë zoti Meksi në vitin 1992 kur ka privatizuar banesat. Stoku e banesave ishte rreth 230.000, po aq sa ishte edhe stoku i ndërtesave informale. Dhe ai privatizoi vetëm për 6 muaj 230.000 ndërtesa, në falni apartamente, nga si stok shtetëror te çdo familje që banonte. Pra mund të bëj, nuk është se ishte në një gjë e vështirë, por pse s'u bë, do thonë, s'u bë sepse nisën këto procedurat e bërjes së procesit, vetë deklarimi e të tjera që do ndiqte aluizmi dhe aty fillua të kuptoj që ata zyrtarët e vegjël filluan të kuptonin që mund të bënin para dhe filluan po bënin para dhe çdo gjë e zgjatej. Ndërkohë duke u të zgjatur, qeverisjet dhe opozitat kuptuan që mund të fitonin vota duke premtuar, por çfarë premtonin? Lehtësi, shtrirje në kohë. Pra dy ishin dimensionet. Shtrije ligjit në kohë, pra shtrija e veprimit të ligjit për legalizimin edhe të ndërtesave që ishin ndërtuar më vonë, ose në territor, sepse ligji i parë, ai 2006, kishte disa kufizime, jo të gjitha ndërtesat mund të legalizoheshin, do legalizoheshin pjesa ndërmuese e tyre, por një pjesë të cilat shkelin disa kushtëzime, nuk do legalizoheshin. Pra edhe në kohë, edhe në territor, ai u shtyp për 12 herë të tjera. Kjo ishte arsyeja që pse u të zgjat procesi. Pse shtyhej në kohë? Shtyhej si nevojë kastës për të bërë premtime. Do t'ju legalizojmë me pak leke, po do t'ju legalizojmë falas fare. Të gjitha këto shkonin pikërisht në shtyrjen në hapësirë dhe në kohë të veprimit të këtij ligji. Dhe së treti ishte, e tham, filozofia nëpërmjet të cilit u mendua ky ligj, u krijua ky ligj dhe ne tham që ishte filozofia e De Soto, sipas të cilit ekonomistit peruan, sipas të cilit në botë ka rreth 10 triliard dollar në prona të paluajtshme, që ishin këto ndërtesat informale, por edhe të gjëra të tjera, po ne nuk do zgjatem, të cilat nëse, thoshte ai,
formalizohen, pra i njeh ligji mund të futen në tregun e banesave dhe kështu ato mund të formal dhe të ndërtesave dhe kështu ato mund të shkojnë, mund të shërbejnë si kolateral në banka, në sistemin bankar dhe këta njerëz që kanë ndërtesa pa leje mund marrin kredi dhe me këtë kredi mund bëjnë aktivitete dhe kështu ekonomia do rritet e luksi i madh. Do njerëzit do hanin me luk floridi. Mirë po, çfarë ose kush janë problematikat kryesore të kësaj filozofie? Për së pari është problematika kulturore. Ne kemi thënë, e kanë thënë shumë gjithë dhe së fundi e pam që demokracia nuk mund të eksportohet. Pra, kur themi demokracia është një shprehje e përgjithshme, do të thotë që çdo gjë që ka lidhje me kulturën e një kombi nuk mund të çohet në një komb tjetër, ose nuk është kaq e thjeshtë. Mund ta çosh. Duhet që ai komb ta përthithi vetë, ta ketë pjesë o të trashëgimisë së brendshme ose ta mësoj me katimin e kohës, por asnjëherë nuk mund të. Kështu ndodh edhe në rastin e legalizimeve. Pra, mund të funksiononte në Peru, që gjithashtu nuk funksionoi teoria e Zotit De Soto. Mund të funksiononte në vitet 1600 në Amerikë, sepse këtë sillte ai në librin e tij Misteri i Kapitalit, sillte që ja kështu ka ndodhur në Amerikën në viteve 1600, kur u baj procesi i formalizimit të pronës, sepse edhe atëherë në Shtetet e Bashkuara 1600-ën, edhe më vonë, prona ishte jo vetëm e coptuar, por edhe ngatruar. Si e ngatruar, për çdo pronë mund kishte 2 ose 3 pronarë. Nuk do hym te kjo se është histori, gjithsesi një situatë ndodhej dhe ai këtë sillte si shembull. Por ndryshe mund të ishte kultura e një kombi në Afrikë që mund funksiononte. Nuk di nëse ka funksionuar në vendet afrikane. Ndryshe ishte kultura në vendet e rajonit tonë, Europa qendrore dhe veçanërisht lindore, që kishte ngjashmëri, sidomos në fillim procesit kishim shumë ngjashmëri. Ndoshta do flasim një herë tjetër. Por nuk është e njëjta kultura në Shqipëri me këto vende që përmenda. Pra, duke qenë kulturë ndryshme, me të njëjtin eksperiment social, si thuash, zhvillohet ndryshe, sepse është konteksti kulturor. Së dyti është konteksti pronësor. Gjithashtu, të paktën në vëzhgimet e mia, nuk po them në të gjitha vendet, por në shumicën e vendeve, prona që ishte zënë nga këto ndërtesa pa leje, ishte shtetërore, që reagon ndryshe nga prona private, sepse fut në proces ose në skem një, si thua, dimension të dytë, shumë të rëndësishëm, për cilin do flasim në vijim. I treti ishte argumenti kundër financiar, pra kundër kësaj teorie të De Sotos, ose funksionimit të teorisë të De Sotos, më saktë. Pse? Sepse askush nuk mund të presi që një sistem bankar që krediton do të reagojë njësoj në vende të ndryshme. Por veçanërisht, nëse futen, si të thuash, në tregun e kreditimit dhe rreth 10 trilion dollar pronat të tjera. Tregu reagon në treg normal, në kapitalist, që ai në një farmase është, në çdo vend është, por nivelin nuk dim ta themi. Pra, nëse një vend ka, si thuash, një treg caktuar imobiliar dhe në kuptim të këtij tregu ka një sistem kreditimi bankar që i përgjigjet këtij tregu, ky dyti, sistemi bankar nuk do reagojë njësoj nëse në treg futen kaq shumë prona për të kredituar. Patjetër do risi kërkesat, do uli, si thuash, përqindjen e të gjithës në kreditim. E shumë të tjera, përqindjet e kredis në kuptimin afatgjat për kohën që jepet. Kredia e kështu me radhë. Mirë po s'janë vetëm këto, është një argument tjetër kundër filozofisë De Soto, moral, dhe këtu ndallojnë 3 të tilla. Së pari, nëse në tregun e lirë pas formalizimit futen 10 triliard
në Shqipëri, në mos gaboj janë një 7, i kthehemi vetëm rastet shqiptar, rreth 7 miliardë euro pasurit pa lutshme të pa legalizuara. Të paktën kjo shifër flitet, por ne nuk e dimë saktësisht sepse askush nuk e ka matur këtë. Pra, nëse kemi një treg, si thuash, të caktuar imobiliar dhe me një herë futen një pasuri prej 7 miliardë eurosh në pronat patundshme, kjo ul ose ndikon në këtë treg në mënyrë drejt për drejt, si duke ulur qirat. Sepse nëse ti ke mundësi të zgjedhësh në një hapësirë më të madhe, zgjedhje një apartament për ta blerë ose me qira, pra kur oferta shumë e madhe dhe shtuar me një herë e pasurive patundshme, ti ke mundësi ta ulësh çmimin. Çka nuk është e moralshme, se prandaj quajmë argumenti moral 1, sepse ata që i kanë krijuar pronat e tyre, që i kanë në këtë tregun e pasurive patundshme në mënyrë formale, do konkurohen jo moralisht nga disa të tjerë që i kanë krijuar këto pasuri jo sipas rregullave morale aq më pak ligjore, kjo në tërësinë e vet s'është e moralshme, ose si vë qytetarët, dhe ku kalojmë se ka një dimension të fortë tani plotësues, si vë qytetarët në mënyrë të barabartë përpara tregut të pasurive të palundshme, pronarët në këtë rast. Argumenti i dytë moral, që është më i rëndësishmi dhe nga ku duhet kërkuar zgjidhja, është fakti që ndoshta në këtë rast duhet të shkëputemi nga teoria e De Soto, se ai nuk flet për këtë, por zbatimi i teorisë De Soto në Shqipëri futi, si thuash, një grup të tërë i cili s'kishte lidhje as me ndërtimin informal, as me pronësinë e tokës që shpronsoi për të legalizuar këtë pronë. Pra, bëhet fjalë për gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarët duhet paguajnë taksat të cilëve duhet shkojnë për pronarin e tokës, i cili tashmë kthehet një ish pronar, për ta shpronsuar atë. Dhe kjo nuk bëhet me parat e atyre që kanë ndërtuar në mënyrë formale dhe mbi të gjitha atyre që, si thua, përfitojnë këtë tokë së bashku, të truall tashmë, së bashku me ndërtesën që e kanë ndërtuar vetë. Por bëhet në kurriz të gjithë shqiptarëve. Kjo është e pamoralshme. Por edhe antikushtetuese, sepse kushtetutat vendosen shpesh përgjithsisht në mas të gjerë të morali njerëzor. Pra dikush ka ndërtuar pa leje, dikush tjetër ka një tokë të zënë me ndërtesën informale dhe një grup i tretë, pra gjithë shqiptarët duhet paguajnë për këtë proces, që s'ka lidhje fare me procesin. Një argument i tretë moral dhe i fundit është që për pronarët e truallit, të cilët, sikurse historia na tregon, jo vetëm nuk janë shpronsuar, pra nuk është se kanë përfituar para nga toka e zënë nga ndërtimet pa leje, por nëpërmjet këtij procesi të privatizimit, i cili nuk ngelet procesi legalizimi, i cili shoqërohet me proces privatizimi toke, pra merret një pronar individual dhe i jepet një pronari tjetër individual dhe për të paguar gjithë shqiptarët, por i mohohet njëri përgjithmonë nga mundësia e zhvillimit, por ne kemi thënë, urbanizimi ka nisur 13 vjet më parë dhe do vazhdojë. Ribërja e qyteteve është një dinamike jashtëzakonshme. Në këtë kuptim, ata që humbin janë gjithë njerëzit. Si humbin duke paguar, dhe mbi të gjitha humbin pronarët, sepse humbin mundësinë që të përfitojnë nga zhvillimi potencial në të ardhmen, jo potencial, se zhvillim do ketë gjithmonë. Këtu e mbyllim për sot. Miru pafshim, shifemi ndoshta nesër.